Një javë e mbushur me shumë intervista, me shumë të dhëna korale për gjithçka ndodh në edicionin e 69 të Festivalit të Këngës në Eurovision në Basel të Zvicrës, duke shpresuar që Shkodra elektronike me këngën Zjerm të jetë ndër 3 vendet e para, pse jo, edhe para që njerë bota shqiptare ta ketë një fitues në Eurovision, në Eurosong Contest. Dhe në pjesën e dytë, si që kemi paralemruar, do t'jemi deri në orën 13 dhe me mysafir të ftuar, paraprakisht me ne do t'jetë Fatmir Podrimaj, njëri ndër zërat më të veçantë dikur, ka udhëhequr akordet e Kosovës, ka drejtuar edhe transmetimet televizive të asaj kohe të Eurovisionit. Do të kemi rrëfimet e tij personale se si janë përcjell festivalet, trendet e asaj kohe nëse bëjmë krahasimin edhe me të kohës së sotme. Por më vonë do të kemi në studio edhe Auron Devën, këngëtarin e talentuar nga Gjakova, pjesë e shumë festivale evropiane, duke fituar edhe çmimet në Rom dhe Verona. Për Auronin do të flasim, me Auronin do të flasim se sa është e rëndësishme për një artist pjesëmarrja në Eurovision, si dhe mbështetjen që japin artistës shqiptar, të botës shqiptare, në Kosovë, Shqipëri dhe kudo në trungun shqiptar për Shkodrën elektronike dhe këngën Zjerm. Zoti Podrimaj, mirë ditë dhe mirë se erdhe këtu tek emisioni special, kushtuar Eurovisionit. Unë si fëmijë u mbaj mend shumë mirë, edhe duke drejtuar shumë festivale të asaj kohe, si që ishin akordet e Kosovës, por akoma kam të freskë zërit tënd duke transmetuar drejt për drejt Eurovisionet në radio televizionet e Prishtinës të asaj kohe. Po, kanë qenë diku një 3-4 festivale të Eurovisionit, të cilat unë i kanë transmetuar nga studio e televizionit të Prishtinës atëherë. Dhe ajo që kam kujtohet, kështu që kam betë si vull në karrierën time, gati 50 vjeçare, si gazetar, komentator e tjera, është viti 83 nëse zgabohem, kur pjesëmarrëse ishte kënga fituese e Jugosllavisë me Daniel Popović dhe një hit i asaj kohe, Gjuli. Gjuli ishte një melodi e bukur, simpatike, pak me frym mediterane, dhe ajo që ishte e veçantë, do të thotë, ishte spoti paraprakt të cilin e kishin përgatitur, diku më duket në Shën Stefan të Malit të Zi, dhe për atë kohë ishte një spot jashtëzakonisht i bukur, domethënës, dhe shumë ilustrativ i asaj kënge, i cila pati sukses. E tash, puna ime si komentator nga studioja, ne kemi vepruar në kushte të tjera teknike krahasuar me ditët e sotme, mirë po edhe në atë kohë, do të thotë kemi arritur që shumë çka të qesim në pah lidhur me festivalin, prapaskenat e festivalit e gjitha këto, do të thotë nevojitë një përgatitje e jashtëzakonshme, sepse transmetohej vetëm mbrëmja finale. Edhe tash çdo republik në gjuhën e vet kishte transmetimin, linkun e kishim përgjithshëm Jugosllav, ne si krahin ishim barabartë me republikat e tjera. Me republikat e tjera dhe natyrisht radio televizioni i Prishtinës ishte mjaft shtëpi e suksesshme për gjithë këto spektakle, dhe duhej që në gjuhën shqipe të komentonim rrjedhën e festivalin. A kishit një skenar paraprakisht si dërgoj edhe tani? Nuk kishim ndonjë skenar detaj, kishim një skenar të përgjithshëm, mirë po duhej disa ditë përgatitje, marrja e dhanave, atëherë s'kishte internet, mirë po duke hulumtuar kështu përgatiteshim për çdo mbrëmje, do të thotë para finales. Dhe parafërsisht e kishim një pasqyrë se çka do të ndodhte. E përmenda me qëllim vitin 83, sepse në atë kohë unë isha në studio dhe gjitha dhënat që i kisha përgatitur i thash gjatë transmetimit, por guxova që nuk ishte bash e tolerueshme, guxova që të parashikoj edhe rezultatin. Natyrisht ishim të interesuar përfaqësuesi i Jugosllavisë si do të plasohej.
Nuk e di, ndodhi shumë rastisht dhe një bindje e thellë e imja ishte që nuk do të fitonte, por do të plasohej në vendin e tretë. Ndër 3 vendet e parë. Vendi i tretë mu fiksua ashtu edhe ndodhi. Dhe ndodhi. Edhe ndodhi. Madje mora pak kritika si ke guxu me planifiku, me parashiku, po nëse isha ajo një guxim kështu pak. Thash ishte një melodi e cila të mbetej në kujtesë dhe refreni i saj, Julie, përsëritej në vesh. Do të thotë shumë kush e kapi atë refren, paraqitja skenike ishte shumë e mirë, a ishte një djaloshiri, mirë po edhe konga ishte e lehtë kështu për të mbajtur në mend. Tash. Jugoslavia ka të fituar Eurovisionin nëse nuk gaboj, është mbajtur një spektakël në Zagreb të Kroacisë, ku një shtet ishin bashkë. Tajqi nëse nuk gaboj apo? Duket nuk ka qenë fituese Tajqi, po ka qenë e plasume mjaft mirë, se nuk ka qenë Tajqi. Duket, tash mos më kapni për se një kohë gjatë janë 69 edicionet e Eurovisionit dhe prandaj. Po derisa të them një dy fjalë për rrjedhën e festivalit prej fillimit, do të thotë unë fillimin se kam përcjell, po vitet e 70-ta, 80-ta. Tani do të bëjmë pak krahasimin e këngëve skenografisë të asaj kohe me këtë kohën moderne. Tani këngët janë pak të komplikuara. Të komplikuara. Nuk mbahen mend lehtë. Nuk e mohoj kualitetin e tyre, paraqitjet skenike, gjitha këto, shumë janë më të pasura se sa që kanë qenë atëherë. Se atëherë mjaftonte një spot i përgatitur para se të fillonte mbrëmja finale, përgatitej disi terreni për mbrëmjen finale, dhe në mbrëmjen finale paraqiteshe në skenë, e këndoje atë këngë dhe kaq. Atëherë prisje jurit e vendeve që të mirë, po ka qenë një kriter, kështu duket krahasuar me tash është bëni mishmash Eurovisioni. Dhe forma e votimit? Forma e votimit ka evolu, ka ndryshu. Ka evolu, pra. Tash, si festival, Eurovisioni ka një rëndësi të jashtëzakonshme në skenën muzikore evropiane, madje edhe botërore. Pse e them këtë? Ka shumë emra që kanë defilu në për Eurovision. Ta përmendim një Celine Dion, përmendim një mega pop grup, ABBA, që ishte senzacion në vitin 74. Shikoni, paraqitja e tyre skenike ka qenë vendimtare, nuk është se kënga Waterloo ishte ndonjë këngë komedi sa, mirë po, ishin dy vajzat bukura, dukeshin bukur, edhe dy djem, një grup shumë simpatik, mirë po paraqitja e tyre skenike, natyrisht edhe kënga, ishte ajo që fitoi, për shkak se bëri një ndryshim në paraqitjet e ngurta të këngëtarëve. Para mikrofonit e këndon këngën edhe shkon. Këta paten edhe paraqitje skenike të kompletuar. Ishin gati 20 vjet nga edicioni i parë. Edicionin e parë kemi në vitin 1954, 56, po kur fitoi Zvicra atëherë. Se Zvicra ka fituar edhe me Celine Dion. Por që gati 20 vjet dhe ky isha i guximi i ABBA-s, me ato lëvizjet paraqitjes skenike. ABBA e ka thy atë shablonin. Për shembull, të bëjmë një krahasim. Italia që njihet si vend që kultivon muzikë mediterane të jashtëzakonshme, ka këngëtar. Dhe mburën me festivalin Sanremo, thonë ata. Unë e kam dobësi Sanremon. Një ndër festivalet më prestigjioze. E respektoj shumë, e dua shumë, çdo vit e përcjelli. Edhe Sanremo është ikon e muzikës italiane. Ajo ka qenë trampolin e shumë këngëtarëve, madje edhe Ana Oxës, gjithë këngëtarëve italianë. Toto Cutugno, që fitoi Albanos, që fitoi Eurovisionin. Po atë që dua më së shumti, që nga ajo që ka dhënë Sanremo, është një bashkëmoshatar i imi, Nicola Di Bari. Ndoshta ju gjeneratat e reja nuk e kujtoni. Mirë po, aje ka fitu, në qoftë se zgaboj, 3 herë ka fitu. Sanremo ne ka fitu. Jo Eurovisionin, pa. Eurovisionin jo, më duket ka marrë pjesë një herë. Mirë po, herën e fundit e ka fitu Sanremon me
Giorni di Cobaleno, do më thonë ditët e Ilberta, edhe ka pas hitet të jashtëzakonshme nga Sanremo. Po të kthehemi te Eurovisioni. A bëjmë krahasimin të këngëve dhe paraqitjes skenike tani në këtë kohë, sepse juve thatë janë thyer tabut gati 20 vjet nga edicioni i parë me grupin ABBA. Tani kemi përsëri jo thyrje tabuve, po sken shumë moderne, këngë shumë moderne, kombinime të jashtëzakonshme. Në këtë kohë moderne, këto 10 vjetet e fundit, nëse bëjmë krahasimin me ato vite që i përmendët prakisht, çfarë ka ndryshuar dhe a ka ndryshuar për të mirë apo si? Para zgjithash kanë ndryshuar financat, investimet. Investimet janë marramendse. Në skenë, në paraqitje skenike, në krejt, në këngë nuk është investuar shumë, për shkak se dominojnë këto rrjedhat e këtyre modeleve të reja të këngëve. Dhe më thonë, edhe sa ma shumë antarë do një grupi që paraqiten me vallëzuese, me gjitha këto, tash rrallë kush del vetëm në skenë, për të kënduar edhe për të shkuar. Jo, paraqiten edhe vallëtar, paraqitet do të thotë. Çështja e vjetë është e kundërta me shkodrën elektronike. Po, shkodra elektronike, ndoshta mendova që ma vonë do të bisedojmë. Mua më ka pëlqyer paraqitja skenike. Melodia është pak e komplikuar, nuk të mbetet në vesh me njëherë. Mirë po nuk i mohoj kualitetet e saj, dhe kam një bindje se do të plasohet shumë mirë në qoftë se edhe nuk do ta fitoj. Besoj që, uroj që ta fitoj. Për shkak se këta tjerë sa i kam përcjellur, çalojnë pak mbrapa në paraqitjen skenike në gjitha ato. Shqipëria e ka bën një dëpërtim si vjet, nuk e di çfarë investimi bëhet fjalë. Duket që s'është ndonjë investim që është më i madh se sa i të tjerëve. Mirë po ka qëllu në shej. Edhe uroj që edhe kjo të shpaguhet natën finale, edhe të fitoj Shqipëria, pse jo, për herë të parë. Po, përveç shkodrës elektronike, kemi një trend disi më ndryshe, si që thash, në këto 10 vjet të fundit të paraqitjes së grupe të këngëtarëve nga vende të ndryshme të Evropës. Çfarë po dominon më tepër në këtë kohë? Shiko, do ta ndaj këtë përgjigje në dy pjesë. Do të kemi shumë vende. Nuk është më veç Evropa perëndimore. Tash jam fut me Poloni, me Lituani, me vendet e socializmit, e lindjes, janë futur vendet e Ballkanit, janë futur gjithë këta. Edhe aty është bën një mishmash, do të thotë, jo që ka qenë kompakte ajo skena para se mu fut këto. Po problemi është te votimet, bëjnë pazare, bëjnë kompromise, ti mu unë e ty. Votimi fqinjësi së mirë, ha? Fqinjësi së mirë, në qoftë se Kroacia ka gjasa për shembull të fitoj, atëherë dihet që disa vendet Ballkanit në Shqipëria i jepin maksimumin, Serbia si ja jep, kështu me radhë. Domethënë janë ato inatet, janë ato tekët, duke damtuar edhe muzikën, edhe paraqitjen skenike, edhe krejt. Tash kthehem te festivali si vjetëm. Ka shumë spektakël, ka shumë galla paraqitje, ka krejt. Po, ndoshta unë jam pak me këto shijet e vjetra. Tradicionalen. Pak që kam mbet në vesh që mund të këndoj duke pirë kafe ose diçka. Pak shka. Jo mundu edhe te shkodra elektronike me mbajt në mend refrenin e pak si e vështirë. E tash, për para unë i përmenda këto festivalet, zakonisht 1 ose 2 ose 3 melodi nga çdo festival të mbetej në vesh. Edhe e këndoj e refrenin e pastaj e gje në radio, në plak e blejshe, ndryshe ka qenë. Po, let hec për para, s'ka lidhje. Tash përparimet teknike janë marramendse. Po. Shqipëria nga viti 2004 po prezantohet në festivalin e këngës në Eurovision. Neve si vjetë do të kemi edicionin e 3 të festivalit të këngës në RTK. Po. A mendoni që bota shqiptare në Kosovë do të kishte po ashtu përfaqësim të denjë? Patjetër. Me grupe të këngëtarë në këtë? Patjetër. Kondicion kaq të rëndësishëm të muzikës në Europë? Patjetër. Jam shumë i bindur, sepse kemi shumë këngëtarë, grupe që janë mjaft të mira.
Dhe këta e kanë dëshmuar edhe me pjesëmarrjen në festivalin e radio-televizionit shqiptar, madje kanë shkuar përmes radio-televizionit shqiptar, atij festivali kanë shkuar në Eurovision. Nishliu e për shembull ka dhënë festivali në RTS mjap këngë të mira, paraqitje të mira. Mundem me I veçu disa, po kjo nuk do të thotë që një këngë e mirë, një këngë e bukur është garant se do të fitosh atje, qofse si ke edhe elemente tjera përcjellse paraqitjen skenike, investimet marramense në veshmbathje, në paraqitje, në grim, në gjitha ato, do të thotë. Këtu në këtë aspekt deri tash. Ne, kur them ne, mendoj Shqipëria, kemi qalu. Si vjetë si duket, pak I ke ndryshu gjanat dhe ja ku jemi. Ja ku jemi, po. Ja ku jemi, afër. Sonte. Dhe në fund dua të pyes për këtë mënyrën e votimit. Nëse nuk gaboj, përpara ka patur vetëm një juri profesionale, po. Nga vende të ndryshme që kanë gjykuar, kanë vlerësuar këngët e shteteve tjera. Tashmë kemi dhe votat e publikut. Votat e publikut zakonisht injorohen. Se ata zyrtarët e komisioneve e aty në prapse që e përmenda pak më herët, pak kalkulojnë, bëjnë favore, me qenë ashtu, atëherë do t'ishte mirë vetëm votimi I publikut, edhe do t'ishte pak ma demokratike. E përmendem festivalin e RTS-s, tash, sipas shijes sime, tash që jam kështu tip mediteran, Frederik Ndoci, kur ka marrë pjesë, e ka pas një melodit shkëlqyshme. 2011 në Sukaboj, 2012. Po. Edhe një paraqitje solide, mirë po si melodi ka qenë e jashtëzakonshme, si muzikë. Si muzikë, po. Edhe ka qenë, po ka mungu ajo komponenta që thash ma herët, paraqitja skenike, investimet, një grupe, sende ndryshe ka qenë. Mbaj mend, ishin statik në skenë, prandaj. Po ajo është ajo thymja. Minutat ecin shumë shpejt, Fatmir Podrimi, unë të falenderoj që ishe pjesë e javës e Eurovisioni këtu në RTK Radio Ne dhe 2 për eksperiencën tuaj, gjatë vitet 80-ta, 90-ta, ju e transmetuar drejt për drejt Eurovisionin 4-5 akorde, mikrofoni arte, pa numër festival. Ju gjithmonë në skenë, Gjithmonë në skenë. Borra mes. I dashur, jo vetëm për festivalet, për publikun. Mendoj që po. Anë kënd botës shqiptare. Ta sa ikonin në Jugosllavi. Unë vërtet pata nderin që të kisha mësuar këtu tek Faleminderit juve. Uroj që Shqipëria të triumfoj dhe të na gëzojë gjithëve pa mas. Po ashtu uroj që bëhet diçka që edhe Kosova prezantohet në Eurovision. Ku ka më mirë se bota shqiptar në një Eurovision, të ketë dy përfaqësues, sepse mendoj që kemi potencial. Kemi potencial, kemi kompozitor të jashtëzakonshëm, këngëtar, talent, kemi grupe të mira. Kjo është e rëndësishme, drumin e kemi, por që duhet punojmë më tepër, më shumë në drejtim që edhe radio si më thonë edhe Kosova të ketë. Kjo është çështje administrative, teknike e inateve politike. Politike. Uroj që të I kalohen këto dhe Kosova të jetë, për shembull, vitin e ardhshëm të jetë në Eurovision dhe nuk dyshojnë atë se do të ketë një paraqitje dinjitoze. Kaq. Duke shpresuar gjithmonë që Shkodra elektronike sonte të jetë fituese dhe vitin e ardhshëm Eurovisioni të organizohet në shtetin e Uroj me gjithë zemër në Tiranë të organizohet vitin e ardhshëm pasi që ta fitoj si vjet këtë festival Shkodra elektronike.